edhe oda ekonomike, e Maqedonisë Veriperëndimore ose oda ekonomike që përfaqëson interesin e bizneseve shqiptare në Maqedoni, por edhe bizneset shqiptare nga perspektiva e tanishme, me që festoj 20 vjetoren kjo odë, do kishin mund të bëjnë shumë më shumë. Nuk duhet të harrojnë se nuk po e them se koincidon me kohën kur kam qenë unë në odë, po para 10 viteve kemi qenë një prej aktorëve që ka sjellë rënimin e regjimit të ish Nikola Gruevskit, sepse kemi qenë mes odave me guximin më të madh për të folur për problemet reale të bizneseve. Kur të gjithë heshnin, ne ishim çdo ditë në goditje permanente nga pushteti edhe nga mediat. Nëse në 2016 kemi arrit ta bëjmë një gjë të tillë, mendoj se edhe në 2026 mundën gjërat të bëhen pak më ndryshe, duke artikuluar interesin e biznesit, jo duke bë lojë të mirit me pushtetin.